E shikoj edhe tek politika shqiptare edhe tek politika greke të njëjtin problem. Ti ke një deklaratë të ministrit jashtëm grek, i cili kur pati krizën e madhe dhe protestat e mëdha në Greqi tha, po vazhduat kështu do ka ta ndiseni si shqiptarët. Dhe pa pikën e turpit i ke një ministër që shan një kom të tërë dhe nuk mbajti asnjë lloj përgjegjësie. Dhe në të njëjtën formë shikoj dhe retorikën e Ramës. Do të thënë, politika në këtë rast duhet të qëndrojë larg, sepse këto më tepër e rrisin atë frymën e shëmtuar nacionaliste që unë mendoj se i ka ikur koha. Po ti pyesësh shqiptarët që janë në Greqi, në fakt nuk kanë fare këtë tensionin që ne kemi këtu në studio. Janë njerëz që jetojnë normalisht, që nuk kanë asnjë dallim nga grekët, që një emigrant na ka çuar një foto shumë interesante do ma nxjerrim tani. Që jetojnë në pa diskutim që ka dhe konflikte, unë dua të them me këtë gjë që sigurisht konflikte s'ka, po fakti që ata kanë jetën e tyre, kanë 20 vjet që jetojnë atje, edhe ndajnë të njëjtat çështje dhe nuk kanë asnjë lloj paragjykimi, pa i haruar edhe ato provokimet. Po unë thash, gjithmonë provokimet, në fakt, bëhen kazuse kur vijnë kryesisht nga politika. Kështu që sa më larg qëndroj politika, njerëzit do jenë shumë të hapur edhe shumë realist me njëri tjetrin se sa këto ndërhyrjet politike. Këtë foto na çoi një emigrant, ka 2 fëmijë të vet, ka çuar foton e 2 fëmijëve, ne i mbuluam vetëm syt. Me vëllezër Xhaka Fevzi, kupton? Po edhe ajo që është interesant. Greqi Shqipëri përbën lajm për shkak të tensionimit që kemi ne. Më dërguan miqtë e mi titujt e fundit të shtypit sotëm në Greqi. Po. Dhe është hapur çështje civile për këtë rast, ku do verifikohen jo vetëm deklarimet që kanë bërë çunat për shkak të kombësisë së tyre, por do verifikohet gjithë procedura si dhe punonjësit civil të administratës greke deri në ambasada dhe konsullata, se si është dhënë procedura do me thënë se si është nisur dhe si s'ka arritur aty procedura administrative e homogenizimit të tyre. Dhe kanë deklaruar autoritetet greke që jo vetëm të rinjt mund të kenë probleme me ligjin, po më pak do t'i kenë këta, po më shumë do t'i kenë vetë greke të cilët në mënyrë abuzive, nëse vërtetohet, e kanë dhënë dhe e kanë njohur kombësinë e tyre si grek. Këtë po më dërgojnë miqtë e mi tani titull të shtypit grek. Preç.